Sikur disa Zoti u zoft që thonë, o, që badjava fol. Hiq so badjava. Hiq nuk është badjava. Se dhe ma thoi një laf mu një vla, midis Gjermanijës, javën e kalume, s'ka asë një javë, unë kur se kësha besu. Tha para 3 viteve namazi gjumos në xhamin Isabel. Në barë tha u fala me një njeri. Menze që e mora në gjumo. Menze që e mora në gjumo. Tha dhe teja nise me fol për komarin. E nise me fol për bastorët dhe për aparate, kështu me ras. E tha njëri që ishte ofër meje, gjatë gjithë hudë bëston dhe vetëm ka qajtë për jashtë. E tha mas asoj ligjerate, mas asoj që ti e ndalove një punë të keqe dhe fole rept për atë punë, që dikush dë njëre vjen edhe më kryp mend këto dhe thot hoq, pse ndë njëre po fol direkte, pse ndë njëre po fol pak ma ashpër, do të foli ashpër se dikush ka mbet pa bab, e një gru ka mbet pa bur, e një familje ka mbet në rrugë, shkaku i kamarit e punës keqe, dhe shumë punëve të këqia, shkaku i zinas, e shkaku i rejnave dhe daladhereve që i ban dikush, nëse edhe unë nuk ndaloj nga ato të këqijat, ku i kina me alon këtë punë ndorë? Bilmezave? Do alon këtë punë ndorë i interesjive, që për interesim shën shpinës së cëllit? Obligimi jonë është me ndonë nga e keqa dhe atë kemi sadaka, që na japë mi sadaka në dijës tonë, që Allah ma dije në ka begatu. E tha oq, aj njeri prej atë dit, kur mos ka lujt aparat, gjitha borgjet i ka la, 3 herë ka qenë në umre. Dhe gjithë familja e ti është rehatu. Dhe gjithë familja e ti jeton e lumëtër dhe e qetë. Shko kujnë ndalesës, për një të keqe që ndoshta mu dikush më ka thonë, o, të badjava që folë. Janë do që thënë që shtu, Allah ju dhëzoftë. Badjava ti u lodhë dhe pas, vallahi, kjo është postjeri shejtoni. Shejtoni e qonë atë njeri me marë mu me më demoralizu që unë e mos me folë. E mos me këshilu. Dhe kjo shumë o gjallarve ju ndodhë. E Zoti i udhëzov dhe i vidisof ato vlezër. Na me ndalun nga një keq është sadaka. Dhe vallahi njerëzit që ndalun nga e keqja shumica nuk janë o gjallar. Dhe i bën një punë shumë të madhe, që ata bën sebeb që shumë njeriu që ka marrë një udhë të keqe kthehet në rrugën e mirë. Andaj mos harroni se edhe me urdhnu në të mirë, edhe me ndalu prej të keqes, ju shkruhet sadaka dhe sevap te Zoti juaj, dhe Allahu ato amer si kompenzim, si falënderim ndaj shnetit që ua ka dhënë. Po Allahu të ka dhënë shnet dhe mend, fol mirë. Po dhe kur të shofsh keq, thuj njerit keq është kjo, mo valla se dëm të bën kjo.